Hej, qa përpret? Përshëndetje, Jehona. Ministria e Tregtisë, përmes një ankandi publik para pak kohësh ka shitur hiç më pak se 172 vetura për 234.000 euro, ku mesatarja për veturë i bie 1.300 euro. E nëse dikush nuk i ka 1.300 euro për të blerë një veturë, sigurisht që mund t'i ketë 3 euro për të marrë pakun e re të IPCO-s, e ka lënsuar dje, e që ofron falas 500 minuta bisedë telefonike, 500 SMS-a, 500 MMS-a dhe 500 megabajt internet. Qëllimi i kësaj platforme të komunikimit sipas drejtorit ekzekutiv Robert Erzin është që të plotësohen kërkesat e komunitetit të rinjeve kosovar për komunikim dhe argëtim. Kjo ofertë vlen për trinjet nën moshën 28 vjeçare. Sipas Robert Erzin, në këtë pak është përfshirë edhe portali elektronik i cili përmban aplikacione mobile, ndërsa të gjithë anëtarët e rinj të atij portali do të jenë kandidat potencial për të fituar shumë shpërblime që i ofron kjo kompani. Jona, e ke mbush 28 vjet apo akoma? 30. Jo, kushtrim kam ende ko. Sigurisht je një kandidate potenciale për të marrë një pak ko. Hej, pse po pret? Që se si do e marrë pra, unë e hapa me hej qka po pret, tash po më duke që ti ma aktive me hej qka po pres me vazhdu me 30 minutat në vazhdim për me ju tregu shikus se si qa do të kemi. Faleminderit kushtrim.